Çështja e emigrantëve shqiptar në Britaninë e Madhe vijon të prodhojë replika në distancë mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetit britanik Nigel Farage. Ky i fundit në një video mesazh komgullse ka shifra të sakta për numrin e shqiptarëve të burgosur, ndërsa pranon dhe ftesën e kryeministrit Edi Rama për të vizituar Shqipërinë. If my figures were right, he would take every Albanian in prison back to their country. Ne kemi kontrolluar 2 herë të dhënat dhe kemi të drejtë. Dhe ke gabuar sepse nëse mijëra shqiptar kanë ardhur në mënyrë ilegale në Britani, numri i kriminalëve nuk është më 1 në 50 në burg, por mund të jetë 1 në 3 ose 1 në 4, nuk e di. Maybe it's 1 in 4. I don't know. Either way, the row goes on with the Albanian PM. E pash në televizion që kryeministri i Shqipërisë më ftoi në Shqipëri. E di çfarë? Unë pranoj dhe do të shkoj në atë drek. Talk about it. So, you know what? I'm going to accept the lunch and I'll report back afterwards. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeministit Rama, i cili i drejtohet Farage, duke thënë se numri i shqiptarëve në Britani është mbi 300.000, të cilët kontribuojnë në fusha të ndryshme dhe nuk janë mish për propagandën e një epoke të lodhur politike. Në realitet, zoti Nigel Farage e vërteta është kjo. Shifra te kalon 300.000 vet. Këta janë arsimtar, punëtor ndërtimi, mjek, infermier, kujdestar për të moshuarit dhe të sëmurët, njerëz që shërben me dinitet në vendin tuaj, sikur të ishte i tyre. Nuk janë mish për propagandën e një epoke të lodhur politike. Janë pjesë e gjallë e shoqërisë britanike edhe pak kontrolluar për moshë, gjini apo status social, për llogaritjet e tua bien. Nuk është 1 në 50 dhe absolutisht jo 1 në 3 apo 4. Kreu i qeverisë shqiptare ka dhe një pyetje për deputetin britanik. Dua të pyes drejt për drejt tani. Pse është kaq e vështirë të pranosh se ke gabuar, pa fyer dhe të baltosur një komunitet të tërë njerëzish që i shërbejnë vendit tuaj si të ishte i tyre? Britania është një vend i madh, jo më pak fal diversitetit të saj, qëndrueshmërisë dhe forcës multikulturore. Një shoqëri që vuan nga trauma politike nuk ka nevojë për armiq imagjinar, për viktima të rreme apo mitologji në vend të realitetit. Pasi Farage pranoi ftesën për të vizituar Shqipërinë, por para se kjo të ndodhë, Rama ka edhe një kërkesë për deputetin britanik. Me kënaqësi do të mirëpres si i ftuar deri në vendin tonë të bukur, por përpara se të shijosh diellin e vërtet dhe mikpritjen shqiptare, a mund të biem dakord që të flasim për fakte e jo për fantazitë tua? Le ta caktojmë datën. Kryeministri Edi Rama prej disa ditësh është përfshirë në një debat me Nigel Farage, i cili konsideron emigrantët shqiptar si një problem për shoqërinë britanike dhe si të përfshirë në grupet kriminale.